Ka disa vende që duken bukur në fotografi, dhe ka vende që sapo mbërrin, kupton se asnjë fotografi nuk ta i dot plotësisht atë ndjesin. Thethi është një prej tyre. Një luginë e rrethuar nga Alpet shqiptare me lumenj, ujvara, shtigje mes maleve dhe një qetësi që të bën të harrosh ritmin e qytetit. Këtë herë vendosën të kalonin 2 ditë këtu për të vizituar 2 prej vendeve më të njohura të zonës, Syrin e Kaltër dhe ujvarën e Grunasit. Por ky udhëtim nuk ishte vetëm për të mbërritur në këto 2 pika, sepse në Theth rruga është pa aq e bukur sa vetë destinacioni. Udhëtimi ynë nis nga Tirana drejt veriut të Shqipërisë. Për të arritur në Theth, duhet të llogarisni disa orë rrugë. Prandaj, këshilla ime është të niseni herët, sidomos kur keni vetëm një fundjavë në dispozicion. Sa më shumë i afrohesh zonës, aq më shumë ndryshon peizazhi. Ndërtesat zvendësohen me pyjet, rruga fillon të ngjitet dhe përpara të shfaqen majat e Alpeve shqiptare. Mendoj se kjo është një nga ato rrugë që nuk duhet bërë me nxitim. Në shumë pika do të tundoheni të ndaloni sepse pamjet bën gjithmonë më të bukura. Malet ngrihen në të 2 anët e rrugës, ndërsa poshtë fillon të shfaqet lugina e Thethit. Edhe pse sot rruga është shumë më e aksesueshme se më parë, ka ende kthesa dhe segmente malore ku duhet të tregoni të kujdesshëm. Por sapo shikon Alpet përpara, e kupton se udhëtimi ka nisur vërtet. Thethi ndodhet në një prej luginave më të njohura të Alpeve shqiptare dhe është zhvilluar si një destinacion i rëndësishëm për turizmin malor, por pa e humbur plotësisht karakterin e bujtinave dhe shtëpisave tradicionale të zonës. Duke qenë se kishte ende një pjesë të mirë të ditës përpara, ndalesën e parë e bëm të vendin më simbolik i Thethit, kisha. Nëse keni parë Thethin në Instagram, me shumë mundësi e keni parë dhe këtë pamje. Një kishë e vogël prej guri, e rrethuar nga fusha e gjelbër dhe majat e maleve. Por kur je këtu, kupton se ajo që e bën të veçantë nuk është vetë ndërtesa, është i gjithë peizazhi përreth. Kisha duket sikur është vendosur pikërisht në mes të luginës, me Alpet që kryejnë sfondin e saj natyral. Vetëm disa metra më tej gjendet lumi i Thethit. Ujë pasër, gurë të parë dhe malet përreth të japin atë ndjesinë se je shumë larg qytetërimit nga sa je në të vërtetë. Dhe pikërisht kjo më pëlqeu shumë te Thethi. Nuk është e nevojshme të jesh vazhdimisht duke kërkuar një atraksion. Ndonjëherë mjafton të ecësh përgjatë lumit, të ndalosh pranë tij dhe të shijosh natyrën. Pas kësaj ndalese ne shkuam drejtën e hotel. Lam gjërat, pushuam pak dhe u përgatitëm për aventurën e parë të ditës, Syrin e Kaltër të Thethit. Hoteli ishte i rrethuar plotësisht nga malet dhe kjo është ndoshta pjesa më e bukur e qëndrimit këtu. Por ne nuk kishim shumë kohë për të qëndruar, sepse na priste rruga drejt Syrit të Kaltër. Për të kursyer kohë dhe energji, vendosëm të merrnim një taksi nga Thethi. Syri i Kaltër nuk ndodhet në qendër të fshatit, ndaj pjesa më e madhe e rrugës mund të bëhet me makinë ose me një taksi lokale drejt zonës së ndërlysaj. Rruga është malore dhe në disa pjesë e parregullt, por gjatë gjithë kohës kalon mes një peizazhi shumë të bukur. Nëse zgjidhni ta bëni gjithë itinerari me këmbë nga qendra e Thethit, duhet të përgatiteni për një ecje shumë të gjatë. Taksia na çoi më lart dhe na kurseu një pjesë të konsiderueshme të rrugës, kështu që ne vazhdojmë me këmbë në segmentin e fundit drejt Syrit të Kaltër. Nga pika ku zbritëm, na prisin parafisisht 45 minuta ecje. Koha ndryshon në varësi të ritmit, ndalesave dhe pikës së saktë ku i lë makina. Shtegu në fillim është relativisht i lehtë, por gradualisht fillon të ketë ngritje. Kaloni mes pemëve, pranë ujit dhe në disa pjesë mbi terren me gur. Nuk është një shteg që kërkon eksperiencë profesionale në hiking, por as nuk duhet më vlerësuar. Mos u përpiqni ta bëni ecje me nxehtim, jo sepse ka disa ngjitje, por sepse shtegu në vetvete është një nga pjesët më të bukura të kësaj eksperience. Ka disa pika ku duhet të tregoni më të kujdesshëm, por në përgjithësi rruga është e dallueshme dhe gjatë sezonit do të takoni shumë vizitorë të tjerë. Këtu nuk është vetëm Syri i Kaltër që ja vlen, janë edhe lumi, ylli, urat, gurët dhe gjithë natyra që të shoqëron atje. Dhe pas ecjes, më në fund bërritëm, Syri i Kaltër i Thethit është një pellg natyror me ujë shumë të ftoktë ngjyrë blu. Duhet të kemi parasysh se ky nuk është njëjti Syri i Kaltër që ndodhet pranë Sarandës. Ky ndodhet në zonën e Thethit dhe arrihet përmes stegut ku kalon ndërlysa. Por ajo që kamera nuk ta përcjell dot është temperatura. Uji është vërtet shumë i ftohtë. Ka persona që futen për tu lar, por shumica qëndrojnë vetëm për pak sekonda. Pas gjithë ecjes, megjithatë, të paktën këmbët në ujë janë pothuajse të detyrueshme. Ne qëndruam këtu, shijuam pamjen dhe bëm pushimin që e kishim merituar pas shtegut. Dhe po, është një vend shumë i vizituar. Ndaj, nëse doni ta gjeni më të qetë, përpiquni që të vini më herët gjatë ditës dhe të shmangni oraret e pikut.
kjo ishte një nga eksperiencat më të bukura të ditës së parë, jo vetëm për syrin e kaltër, por për të gjithë kombinimin e ecjes, natyrës dhe peizazheve gjatë rrugës. Dhe sigurisht dita nuk mund të mbyllej pa ushqim tradicional. Në theth, shumë prej bujtinave dhe hoteleve shërbejnë produkte lokale dhe gatime shtëpie. Pas gjithë ecjes, një darkë ngrohtë me ushqim të zonës ishte pikërisht ajo që na duhej. Mbrëmja këtu është shumë më e qetë se në destinacionet e zakonshme turistike. Nuk ka nevojë për një program të veçantë, mjafton ajri i freskët, zhurma e lumit dhe malet që vazhdojnë të duken edhe pse dielli fillon të largohet. Dhe kështu u mbyll dita jone e parë në theth. Të nesërmen u zgjuam herët, hëngrëm mëngjes dhe vendosim të vizitonim një tjetër prej vendeve më të njohura të thethut, Ujvarën e Grunasit. Ndryshe nga syri i kaltër, për këtë shtek mund të niseni direkt nga zona e fshatit. Rruga kalon fillimisht pranë lumit dhe më pas fillon ngjiten gradualisht drejt Ujvarës. Në fillim mecja është e qetë, do të kaloni përgjatë lumit, mes shtëpisave të zonës dhe fushave të rrethuara nga malet. Është një shtek shumë i bukur sepse peizazhi ndryshon vazhdimisht. Pjesa e parë nuk është shumë e lodhshme dhe mund të bëhet me një ritëm të qetë, por më pas shtegu fillon të ngjitet. Terreni bëhet më shkëmbor dhe në disa segmente duhet të shikoni mirë ku vendosni këmbët. Ky është shtegu që do të çon për te Ujvara e Thethit. Shqyr shumicën e kohës është dje, sepse për të syri kaltër ishte gjatë gjithë kohës në diell dhe piqesh. Rruga Shkollaj është shtegu i hapur. Nuk është ecja më e vështirë që mund të bëni në theth, por pjesa finale kërkon pak më shumë energji. Nëse vini gjatë verës, nisuni mundësisht në mëngjes. Jo sepse temperaturat janë më të ulta, por sepse mund të gjeni Ujvarën me më pak njerëz. Gjatë rrugës ka pika ku mund të ndaloni për të pushuar dhe për të parë luginën nga lart. Edhe ashtu si një ditë më parë, edhe këtu kuptuam se shtegu nuk është thjesht rruga që duhet kaluar për të mbërritur te destinacioni, por është pjesa e saj që bën destinacionin të vlefshëm. Për metrat e fundit, që u ndjes, filloi diku tek 34 gradë, 35 gradë, dhe pse në mal. Ja ku është një pjesë nga rrjedh uji. Kjo është gjendja. Pas vetëm gjysmë ore hiking. Një bërë dhe një ndalesë të shkurtër. Jo s'u lodhëm për të marrë çka ajër. Çuar natyrën, shiko sa bukur që është. Sa më shumë gjitesh, aq më e fortë bëhet zhurma e ujit. Dhe më në fund, pas gjithë kësaj ngjitje, mbërrin te Ujvara e Grunasit. Ujvara është afërsisht 25 deri në 30 metra e lartë dhe krijon poshtë një pyll të ftohtë malor. Kur e sheh në video, mund të duket si një ndalesë e vogël. Ja arritëm që të vinim te Ujvara. Është shumë e bukur pamja. Në nërë që kësika që ka njësë, që të poshtë. Është shumë djellë. Por që ja vlen të vini të rizikoni. Pushuam dhe thjesht juan faktin që kishim bërritur. Sepse ndonjëherë pjesa më e bukur e një udhëtimi nuk është vetëm ajo që shef, është ajo ndjesia që të jetë fakti që ke bërë rrugën për të arritur aty. Pas 2 ditësh në theth, ajo që më mbeti më shumë në mendje nuk ishte vetëm një kish, një ujvar apo një syr i kaltër. Ishte i gjithë kombinimi, rruga mes Alpeve, lumi që kalon përmes luginës, ecjet mes pyjeve, ushqimi lokal dhe qetësia që duket sikur vjen natyrshëm. Thethi nuk është një destinacion ku duhet të vini vetëm për të bërë një fotografi për t'u larguar. 2 ditë mjaftojnë për të parë disa prej atraksioneve kryesore. Për ne kjo ishte një fundjavë e mbushur me natyrë, ecje dhe disa prej pamjeve më të bukura që mund të gjeni në Shqipëri. Dhe po, Thethi ja vlejti gjithë rrugën. Nëse po mendoni ta vizitoni, ruajeni këtë video për itinerarin tuaj dhe më tregoni në komente. Në Theth do të zgjidhni më parë syrin e kaltër apo Ujvarën e Grunasit. Dhe po, Thethi ja vlejti gjithë rrugën. Nëse po mendoni ta vizitoni, ruajeni këtë video, më bëni subscribe dhe ndajeni me miqtë tuaj.